nuk e shikoj. Dhe kur jemi tek rikthehemi në prill të vitit 1999, si arriti deri tek organizimi i këtij grupi për të... Nuk ka qenë grupi organizum, ka qenë gjithçka e rastësishme. E rastësishme. E rastësishme. Ju në shku të mbledh, rastësishme. Ju në taku, ndoshta 3-4 vetë, tu bisedu, hajtë ju shku prej një fshat tjetër, edhe aty ju në bashkan gjitë një 3-4, shka prej ati fshatin tjetër një fshat, edhe atje bashkë edhe u formua i grupi. Mirë po të gjithë kanë qenë intelektuale, kanë qenë doktora, ka pas profesora, ka pas inxhiniera. Grupi u formu rastësisht, nuk u formu me pretend për medalj, ose për me ikë, me lëshu Kosovën, po rastësisht të shku prej fshatit në fshat. Kur kanë mri fshatin Kotor, atje prej fshatit Kotor e kanë pas shumë afër Malin e Zi. Nuk e di kështu sa është as me kilometrave që di që është fshati Kotor, drejthaj, është kufini i Zubi Potokut edhe del me njëherë Malzim duke qashtu. Edhe ajde për me shpëtu po dalim në ato. Edhe këta kanë qenë grupë 28 vit. 5 vit kanë shpëtu, 23. Që 27 vjet kur së ditë kur gjë për fatin e tyne. Me qenë se e kom shoqatën edhe mirën me qashtjen e personave. Ju punoni vazhdimisht në këtë drejtim? Punoj vazhdimisht këtë drejtim. E kom kontakt edhe me komisionin qeveritar, kom kontakt edhe me qeveritarët, edhe me ambasadora. Për ambasadora mëj me thonë që ata vinë, e kryjnë misionin e vetë, vinë ndoshta takohen me neve për arsye se kanë obligim të parapamë. Mu taku me neve, për shembull me shoqata, që thojnë, hajde po takohemi e caktojnë ditën e takimit me shoqatat për personat pa gjetur, edhe merr një disa familjar me qenë prezent. Ata e kryjnë, si të kryjnë emisionin e vetë, e kryjnë punën, shkon ditën e mirë, edhe nuk punohet kur gjë tjetër. Vjen tjetri ambasador venatina, njëjtë kena, po ne kena pas besimin gjithë, që kena pas ku ankohemi edhe me kanë bisedojmë,